A e dëgjove sot atë historinë totalisht idiote të një adoleshenti 21 vjeçar, i cili tha se nuk do që të punoj dhe se janë prindrit e tij që duhet ta mbajnë atë me lekë, sepse ata nuk e pyetën fare nëse donte që të vinte në këtë jetë ose jo. E kuptoni ju se çfarë deklarate komplet idiote është kjo apo se kuptoni më? Të rinjtë e sotëm, jo të gjithë normalisht, po disa si ky, edhe besoj ka shumë në numër, që i shkon në mendje dhe të thojnë përpara intervistave që nuk duan të punojnë sepse prindrit duhet i majnë me lekë. Nuk e di çfarë do kisha bërë unë nëse do e kisha djalin tim këtë person, por besoj që mamaja vet nuk ndihet fare krenare mbasi ka dëgjuar të birin e tij që të thotë të gjëra. Unë nuk jam dakord fare me ata prindër që zgjedhin që të mbajnë fëmijët e tyre, nëse është një nga këto personazhe që i ngel në derë. Sepse për të ngrënë bukë, për të fjetur gjumë, për të luajtur internet, për të pirë kafe poshtë pallatit dhe të rinë gjithë ditën pa bërë asgjë, këtë gjë din ta bëjnë shumë mirë. Por kur vjen puna te përgjegjësia dhe të mbajnë veten e tyre, përtojnë dhe nxjerrin nga këto deklarata idiote që thonë ato le të më mbajnë se unë nuk zgjodha që të lind.